Pra, tregona ka ideja për me e udhëheq, për me qenë president i një skuadre si Krostingeni. Po, unë e kum lingat e tov, po erdhëm në gurbet këtu në Zvicër, në Krosingen, dhe futbollin unë e kum desh si fëmijë, dhe kum luajt këtu te klubi i FC Kroslingenit. Pas kum pat talent apo fat më u bë një lojtar profesional, kështu që mas erdhi koha ku më kanë kontaktu, a kam dëshirë me u bë president i FC Kroslingenit. Me angazhimin tim që kum pat në klub, në pozicione të tjerë përpara, edhe atëherë unë natyrisht u gëzova dhe e pranova mirëherë. The u gëzova, është emocionuese definitivisht, po flasim për një skuadër që ka histori 120 vjeçare. Ashtu është. Mas 120 vjet, tash të më thonjë unë i parë shqiptar që e komandantin si president të këtij klubi. Qysh është me qenë president edhe a ka edhe është interesant. Edhe është interesant se shembull ka plot klube shqiptare në Zvicër, por ka pak klube zvicrane në Zvicër me president shqiptar, sidomos që luajnë kaq nalt me ekipin e parë. Fantastike, a? Sa është e vështirë me qenë president i një skuadre zvicrane? Është shumë e vështirë, por i falenderoj vllajt dhe familjes që më përkrahin dhe që më qëndrojnë pranë dhe më mbështetin në çdo moment, se duhet me të vërtet me investu shumë kohë, edhe sidomos si shqiptar janë krejt punët pak më rëndë. Por momentalisht të më thonë, ne luajmë me ekipin në ligën e tretë të Zvicrës, në ligën Promotion League. Është një ligë shumë e rëndë, se këtu janë struktura profesionale apo gjysmë profesionale. Ne kemi një klub amatere, që dhe më thonë kina botë pamundshme në të mundshme, me punë, së bashku, edhe luajmë këtu në ligën e tretë. Edhe tash sprovat nuk mbarojnë kuri, edhe do me thonë tash pjesën e parë të këtij sezoni e kina mbyll në 10 orë, edhe në vendin 14 prej 18 ekipeve. Pjesa e dytë e sezonit po fillon në shkurt dhe shpresojmë që ta mbajmë ligën. Sa është e vështirë? Por është shumë tepër e vështirë. Me tregu punën financiare, shembull, ekipi jon ka një buxhet shumë të vogël në krahasim me ekipe tjere që janë në këtë ligën kombëtare, të më thonë ato tjerët kanë 4 herë edhe më shumë buxhet për ekipën e parë. Edhe po që jo është interesante se ne jemi në klub si familje, ne luftojmë për njëri tjetrin, edhe ajo na ban na jep neve forcë, na jep neve energji që ta bëjmë të pamundshme, të mundshme dhe që të arrijmë me pak buxhet shumë punë. Një detaj interesant që mboni përshtypje kur komunikum tha që futbollistët tanë shumica punojnë edhe më pas kujdesen për stërvitjet dhe ndeshjet. Ashtu është. Ne lojtarët tonë punojnë krejt 100%, do me thonë ato vetë 3 herë në javë të vinë në stërvitje, kundërshtarët tonë jetojnë të gjithë prej futbollit. Kjo është një krahasimi ose një diferencë shumë e madhe ndaj klubit tonë dhe klubeve të tjerëve, por për fat dhe së bashku arritëm pjesën e parë këtij të sezonit të përfundojmë te vendi 14 prej 18 ekipe, po tash të jese shumë më vështirë se ka fillu faza e transferit, ku do me thonë krejt ekipe tjera po blen lojtar se kanë buxhet, ne nuk kemi buxhet, edhe ne akasëm me ato në gabime që kemi bo pjesën e parë të sezonit të përmisojmë. Pse është kaq e vështirë me siguru buxhet, nuk vinë sponsorat apo ku është problemi?
Rënd është me gjithë sponsor se ne jemi në rajon, do me thonë, drejt afër me Gjermanin, nuk jemi me një do me thonë centrum të Zvicrës apo Kacyri, ku ka më shumë kompani, më pak problem për sponsor. Tu në Krecingen kemi shumë klube të sportit, shembull handballit, voleyballit, edhe të tjerë. Kështu që krejt këtone aktivitetet sportive shkojnë të njëjtat kompani për me kërku sponsor. Edhe bën të vështirë. A ka futbollist shqiptar që i keni në ekip, edhe a ka futbollist shqiptar që janë të interesuar me ardhë ju në ekip? Kemi futbollist shqiptar, po të ne do me thonë shumica e lojtarëve, do me thonë të 70% të lojtarëve janë krejt prej 4-5 vjet edhe më shumë. Pak lojtar, pak ndryshime kemi ne të skuadra. Arsye buxhetit, por mendoj se edhe kjo është ajo që na bën neve të fortë, se ne e njihim njërin tjetrin, do me thonë edhe i na bosi familje, se njihën lojtarët tash që disa vjet, edhe kjo na përforcon neve për me boat të pamundshme të mundshme. Po ne tham shpesh lojtarëve, se ne nuk kemi buxhet, nuk do me thonë se ato nuk dinë me lujt futboll. Absolutisht. Nuk lujshna këtu ku jemi. Kështu ajo puna e financës ne është vetëm do me thonë për me pagujt ato shpenzimet që i kërkon do me thonë komisioni, liga, transporti që tash po luajmë në këtë Zvicrën, edhe këto janë do me thonë shpenzime që duhet të përmbydhen. Megjithatë, kjo nuk ju ndalon juve me pas plane ambicioze. Një nga planet e juve është që të ngjiteni një ligë më lart në Challenge League. Ashtu është, këtë kom komentu disa herë në gazeta këtu në rajon, se vizioni jem është të shkruajmë apet histori që brenda 5 vite të ardhshme të arrijmë Challenge League-ën, do me thonë ligën e ditë të Zvicrës. Por kjo shkon vetëm me punë dhe vetëm së bashku, se unë për herë vë tham, kretka që kemi arrit së bashku, edhe kështu do të vazhdojmë. Kështu si edhe treneri, për shembull, është që 9 vjet në skuadrën tonë si trener, edhe ajo është një pozitive shumë e madhe për ne. Kjo kallëzon se jemi më të vërtet një klub familjarisht kështu, që njemi njëri tjetrin edhe luftojmë për njëri tjetrin. Megjithatë, ju përej se jeni shku si i rinë Zvicër, bashkë me vllahun, jeni edhe si përmars. Me çka realisht merreni tjetër përpos futbollit? Po, ne me vllajën kemi një kompani që merremi me ndërtime prona banimi, këtu në Kreuzlingen edhe për rreth Kreuzlingenit, por me të kallëzu drejtën kone më së shumti unë që ka investoja është në klubin, kështu se vllai e udhëhecën kompanin tonë, ka mbështetje të madh këtu nga vllai dhe nga familja. A të merr malli për Tetovën? Si jo. Kesh para një jave, kesh në Tetov, çdo herë vendingja kurri nuk harrohet. Çka të merr malli më së shumti në Tetov? Për ne u shqem, më intereson me ditë që të merr malli më së shumti për Tetov. Qebapa, grosh, e qështu. Pasul. Pasul është nishi. Po pak problem kam me gjuhën shqipe, po mundoj. Po, tash e bën vetën edhe pjesa e jetesës në Zvicër. Prej se ke shku në Zvicër, çush ka qenë jeta për ty në këtë shtet? Sa ke mujt me u integru edhe me gjetë vetën? Si do më thonë, si i huj këtu në Zvicër është shumë e rëndë situata, por ne kemi shfrytzu shansën edhe kemi arry me punë, me shkollë, do më thonë, të shfrytëzojmë rastin që jemi këtu në gurbet në Zvicër edhe të arrijmë diçka, të kemi dhe një sukses edhe këtë suksesin tash du me do me punë sociale, do më thonë si klubi futbol, ku angazhohemi tepër me vllajën, edhe këtë do më thonë atë suksesin që kemi arrit, e ndajmë me të gjithë. A keni arrit me përcjell si vjet kombëtare në Kosovës futboll edhe është Shqipërisë? Jam kanë, e kum përcjell, për herë përcjelli, por kohën e fundit jam kanë shumë i zonet, se tash si kime i hip
si ekip e ri në ligën e tretë, kina pat shumë tepër angazhime dhe janë kanë do pika tjerë ta shkollojmë kombëtare, jo vetëm në rajonin ton, që edhe prej, komisioneve kërkojnë shumë dokumente edhe sende që shumë kom kanë ngushtu këto me u marrë. Harrova me të pyet, Kryeslingeni përpos ekipit parë, a i keni edhe ekipet e akademisë zinxhir? Ne kemi total 90 ekipe, kemi edhe 10 ekipe me vajza, kështu që rinia është baza e fundamenti i klubit ton, edhe dal nga dal shpresojmë se njëherë me ardh lojtar edhe ka rinia jo në ekipën e parë. Uroj të shohim edhe në vizitë në Kosovë në herë, është me qenë shumë mirë. Nuk e dia, a ju ka ardhur rasti me vizitu Kosovën kohëve të fundit? Po, kesh në Prishtinë kohën e fundit. Super. Shumë bukur. E kishin deklaru. Unë të falenderoj shumë për këtë bisedë dhe për këto informata shumë të rëndësishme dhe urojmë t'ju shohim lart e më lart me ekipin e Kryeslingjenit dhe juve personalisht si presidenti i saj. Falenderoj shumë edhe një herë na për ftesën tënde në podcastin. Ishe kënaqësi të jes pjesë e kësaj podcastit. Falenderoj shumë Naim. Falenderoj shumë dhe shumë të falja anej. Gjithashtu, falenderoj, përshëndes.